Rreth 100.000 euro mallar kontrabande 1.2 milion lek janë sekuestruar nga policia kufitare gjatë kontrolleve në aeroportin e Rinasit. Policia bën me dije se 6 persona do të jetohen në gjendje të lirë për futjen e mallarve kontraband në vendin tonë dhe falsifikim të dokumenteve. Efektivët kanë goditur 3 raste të mosdeklarimit të hollave dhe konkretisht është proceduar penalisht një shtetas nga Ukraina 43 vjeç, i cili do të udhëtonte nga Rinasi për në Dubai. Gjatë kontrollit të atij janë gjetur dhe sekuestruar 76.000 euro, të cilat tentoi t'i nxirrte nga Shqipëria pa i deklaruar në kufi. Gjithashtu është proceduar penalisht shetasi shqiptar 34 vjeç, i cili do të udhëtonte drejt Parisit, ku gjatë kontrollit shërbimet e policisë në pikën kufitare të Rinasit i kanë gjetur dhe sekuestruar 11.370 euro, të cilat nuk i kishte të deklaruar në kufi sipas ligjit. Me një shumë të madhe parash është kapur dhe një tjetër shtetas shqiptar i moshës 41 vjeçare, i cili do të shkonte në Bologna. Gjatë kontrollit shërbimet e policisë i gjetën dhe sekuestruan 11.900 euro dhe 1.240.000 lek të rinj, të cilat i kishte të pa deklaruara sipas ligjit në kufi. Nga shërbimet e policisë kufitare dhe ato doganore, u godit një rast i tentativës për futje të mallarve kontraband dhe janë proceduar për veprën penale. Kontrabanda me mallar të tjera një 27 vjeçar banues në Tiranë, i cili po sillte mallar kontraband nga Kina. Gjatë kontrollit të riut, ju gjetën 2 valixhe me një çantë sportive, një sasi mallash të ndryshme, të pashoqëruar me faturë përkatëse, të cilat ai nuk i kishte deklaruar në zonën doganore Rinas për zhdoganim.